lëvizja vetëvendosje sërish do të humbas në atë mas sa që të mos ketë më mandatarin, se nëse prodhojmë një situatë ngjashme ku ata prap janë diçka më sipër, pra janë të parët relativisht prap futet në ngërç politika, nuk zgjidhim gjë. Po, unë kam të thënë se gjitha partitë kanë me shku drejt votës bazë themeltare. Po. Dhe ne tash i tim partitë se cilat është baza atyre votave. Domethënë, nëse marrim le të kem kustilet 24, 26, kur s'ka pas më shumë dhe ramit i ka vetëm për ndonjë arsye të thellë për plaseve të brendshme. Po. Partia Demokratike ka qenë një parti që ka osciluar mes 29 dhe 33 gjithmonë. Kjo është baza e votave. Rritet pastaj janë çështje në ndonjë momenti, por këtu mbetet baza, kurse vetëvendosja është një parti që ka osciluar gjithmonë te 16%, 14-16, dhe tani unë pres se kjo mund të shkojë shumë të deri në 22%, sepse edhe Nom Shkurti i tregoi se ky ra në 25%, kur të heqim aleatët që kanë koalicion. Si parti e vetë, më është 25%, që unë kisha parashikuar të jetë tek 24-26%, dhe aty është. Por trendet e tashme, pa marrë parasysh që po ndërton këtë narrativën e viktimizuese për të fshehur atë përgjegjësinë e saj për krizën që ka shkaktuar në vend, edhe Mërgata tashmë ka lexuar këtë, dhe ju e pa se veprimin e parë bëri pas shpalljes së datës vjedhë, doli në Zvicër dhe organizoi atë takim emocional, siç din ky Mendes Mosat, mirë po besoj se qytetarët e kanë lexuar, jo vetëm mesazhin që ka dhënë ky përmes izolimit vendit, varfërimit skajshëm dhe lënien si alternativë vetëm ikën nga vendi, por edhe qëndrimet opozitare që kanë zbardhur në vazhdimsi sjelljen e tij politike dhe dëmet që janë shkaktuar vendit të gjitha sfera, edhe social, ekonomike, shëndetësor, në gjitha, në raporte diplomatike, në izolim ndërkombëtar, po edhe në raport me institucionet e ndjeshme, siç është forca, policia e tjera, ku ky ka provuar ta ketë impaktin dhe faktikisht i ka degraduar tërësisht përmes duke mbajtur propagandën gjallë që ka bërë aty ku ta di unë prefishim buxhetit e ku ta di po që qëndrojnë aty. Unë dua të vi pikërisht tek buxheti, meqense si çështje e dytë, se problemi më i madh i gjithë kësaj veç krizës politike dhe izolimit ndërkombëtar duket se është edhe problemi i buxhetit dhe për shembull ditën e sotme Prishtina është gdhir pa transport urban, për shkak të mungesës financimit të fondeve nga Ministria e Transportit, siç ka thënë kryetari i Bashkisë Prishtinë, zoti Rama. Po jo vetëm çështja e bashkisë dhe e transportit, po dhe njësër, po themi dikasterësh dhe njësër shërbimesh të tjera do të ngelin pa u paguar. Ndërkaq nuk u votuan marrëveshje ndërkombëtare që sillnin grante ditën kur nuk u votbesua as qeveria Konjufca. Sa e rënd mund të jetë kjo situatë? Këto deklarimet e tij në seancën e mosvotimit të kurth, apo tendenca për të zgjedhur mandatarin e dytë, po çojmë në mandatarin e dytë. Këto ishin thjesht propagandë, aty filloi edhe fushata elektorale. Ajo po tërkalojnë aty marrëveshje ndërkombëtare miratur ato që i zhbllokojnë fondet për Kosovën janë miratur në legislaturën e kaluar, por me qenë se s'pati prezencë të opozicisë, ai foli dhe i bëri shefit vetë, foli për atë kontingjentin e që i quajnë analfabet funksional dhe për krajnë në vazhdimsi për të mobilizuar energjitë elektorale të tyre, por këto nuk janë të qëndrueshme, këto e kemi demantuar në disa raste, jo personalisht unë që kam shkruar pa atë ditë gjatë seancës, po edhe shumë tjerë, prandaj edhe tendenca dhe mosvotimi i atij buxhetit do bëj pikërisht sepse ai buxhet nuk është i qëndrueshëm, pra është një buxhet i paqëndrueshëm dhe është jo serioze. Ishte një tregues i shkollës së lartë pa përgjegjësi institucionale dhe ligjore dhe ishte i ndërtuar tërësisht mbi një logjikë elektorale. Domethënë kur ai thoshte se unë kam dhënë 1 miliard euro për ushtri, ajo është një gënjeshtër e plotë, sepse 4 miliardë është i tërë buxheti e Kosovës, s'ka veç ushtri, por ka disa prioritete tjera, domethënë vishja e tash me infrastrukturën nga rreshja e fundit e deri me sot i kemi disa aksidente trafiku me tragjike, domethënë fatale me humbje jetë njerëzish. Mu për shkak të infrastrukturës është shkëtruar. Rruga Kombit është shënd. Aty zhvillon një shpejtësi 100 km/h dhe në moment vjen asnjë sinjalistik. Në asë në rrugë, asë transnacionale, asë lokale, nuk e. Pra, kjo është një
situatë të mërshme dhe nuk ka kur farë logjike zhvillimore ky buxhet, ka pas thjesht elektorale dhe nuk është bazuar fare në nevojat reale të shtetit. Pra në një situatë është një situatë e qartë që qeveria ka humbur likuiditetin e vet, që unë kam theksuar edhe shumë herë. Për sa i përket mbylljes së transportit në Prishtinë, këto nuk janë rasti, janë pasojat direkte kolapsit financiar që është shkaktuar nga politikat e gabuara që janë përdorur fiskale. Kështu që me ato shpenzimet e pakontrolluar që ka provuar ky ta blej votën, të blej emocionet qytetarë, ta blej varfërinë e tyre, njerimin e tyre, tani po i huën edhe pasojat. Opozita nuk mundet me majtë përgjegjëse, sepse nuk është një sjellje shumë e gabuar, sepse votimi i buxhetit është çështje e tij dhe e delegitimitetit të tij që s'mund të sjellë buxhetin e kuvendit e Kosovës. Mos harroni se buxheti është buxheti është një akt ligjor që duhet ta sjellë një qeveri legjitime. E tani shtrohet çështja nëse kjo qeveri ka legitimitet. Qeveri legjitime quhet një qeveri që merr votimin në kuvend. Kjo qeveri nuk e ka. Prandaj unë mendoj se edhe për shkak të kësaj ky mundohet me transferu fajin, të thonë se opozita s'ma votoi buxhetin, lista serbe në paralelizëm mes tyre, po ka një akuzë janë futur vështirësi financiare për shkak të qeverisë, jo për shkak të opozitës. Ka një akuzë politike edhe për këtë nga ana e lëvizjes vetëvendosje për partitë e tjera, po them, të opozitës, që po përpiqen që të ndëshkojnë qytetarët për faktin që kanë votuar Albin Kurtin, pra lëvizjen vetëvendosje. Siç citohet rasti i zotit Lumir Abdigjiku për punonjësit e radio-televizionit, apo jo? Pra, për atë fakt se kanë votuar vetëvendosjen dhe s'kanë votuar partitë e tjera, ndoshta LDK-n apo Partinë Demokratike, tash duhet vuajnë pasojat. Po, kush e ka në dorë ndarjen e buxhetit për punëtorët e televizionit dhe për të gjithë punëtorët e administratës publike, shërbimit publik. Kush e ka në dorë? Një, e ka qeveria. 2, buxheti ekziston dhe edhe kur nuk ka buxhet të miratur, ligji për menaxhimin e buxhetit dhe përgjegjësive e ka të sqaruar dhe ka mekanizmin që nuk i fut në krizë për paga deri diku në muajin e 4, sepse i lejohet pagesa e 1/12 në këtë rast. Të buxhetit për çdo muaj vitit që vjen nga buxheti i kaluar. Se nuk marrim paga në buxhetin e 2026, kjo është një balon i zbrazët ku s'ka buxhet. Prandaj kjo është një spekulim. Te punëtorët e televizionit duhet ta bëjnë qartë, se unë kam punuar, unë kam qenë pjesë e bordit të RTK-s kur isha ushtarak, para 12-13. Buxheti i RTK-s është brenda buxhetit të kuvendit, meqense ajo është mekanizëm i kuvendit. Ndarja e pagesa bëhet çdo 3 muaj. Çdo 3 muaj vjen lista e punëtorëve dhe vetëm me një nënshkrim të sekretarit kuvendit buxheti bartet në llogaritë e tyre. E kuptoj. Pra, këtë që po ndodh është spekulim, është tendencë për të krijuar pakënaqësi dhe për t'i faturuar këto se dikush brenda kuvendit çen ka pengesa. Jo, kur të duan, le të vinë mediat, të shohim rregulloren e kuvendit, ta shohim ligjin e buxhetit, ta shohim mekanizmin se si bëhen pagesat çdo 3 muaj për punëtorët e televizionit. Pra, vetëm me një nënshkrim. Ata kanë zgjedhur fakte. Duhet miratur raporti i drejtorit përgjithshëm të televizionit. S'është e vërtetë. Ky raport miratohet në mars. Sepse atëherë dhe bëhet gati me 30 mars bëhet raporti i vitit kaluar. Kështu që tani s'mund ta miratojmë. Tjetër, komisionit duhet të ekzistojnë komisione, se këta pretenduan me i kriju komisionet, pastaj me funksionu me këto komisione qeveria detyrë, komisioni financave edhe i politikës jashtme dhe kuvendin e ka dhe kështu pretenduan me marrë shtetin peng. Por komisioni është një hap teknik, por që nuk e cenon legitimitetin e ndarjes së buxhetit për pagesat e punëtorëve të televizionit. Pra, kjo mund të bëhet paket hap teknik, sepse ky nuk e delegitimon këtë proces. Ky është thjesht një formalitet që ekziston pranë parlamentit, por kur ka qeveri legjitime. Këtë rast po flasim për një staf qeveritar të delegitimuar. Prandaj nuk qëndron kjo. Kjo është thjesht për marrëdhënie. Unë jam i interesuar të flasim pak edhe për atë se çfarë ka ndodhur brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ndorheqja e zotit
Memil Krasniqi ish kryetar dhe zgjedhja e kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Kosovës zotit Bedri Hamza. Zërat qarkullojnë dhe thonë që u bë një lëvizje detyruar duke qenë se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme dhe duhet që të mos jetë më ai dualizmi kryetar kandidat për kryeministër, por kryetari të jetë edhe kandidat për kryeministër, kështu që zoti Bedri Hamza si figurë mund t'i përfaqësoj po themi të dyja këto poste, edhe kryetarin e partisë dhe atë kandidatin për kryeministër nga kjo forcë politike. Si mund ta analizojmë? E para nuk qëndron kjo se kryetari i partisë duhet jetë edhe kandidati për kryeministër. Këtë ka dëshmuar edhe kjo parti që ka qeverisat. Ky shabllon është krijuar dhe është krijuar një lloj tradite. Sa që kryetari i parforme i ka edhe përmbush dhe kriteret për çëm jo, vetëm sepse zgjedhja e kryetarit është një vot më shumë populiste, kurse zgjedhja kandidatit për kryeministër janë kritere. Janë historik suksesi, dëshmi profesionale, shkencore, ku ta diun që mund ta sjellin kandidat për kryeministër, kështu që vjen poshtë ky shabllon edhe ky pretendim. E dyta, Mendi ka marrë drejtimin e partisë në moment kritik, pra kur kem pas një goditje të madhe për shkak të arrestimit të liderëve kryesorë. Dhe pa dhënë dorëheqje edhe zoti Hoxha, dhe kështu që ne kishim një rënje, të cilën faktikisht arritëm me ndalë dhe me kry prapë, duke u ngritur në rezultate. E filluam me zgjedhje të pala atë botë, mas Nistenikës, dhe kështu kemi ardhur gjithmonë kemi mbet partia e dytë, fuqishëm, edhe sot jemi sa i përket votës popullore në zgjedhjet lokale, prapë jemi partia e parë. Por këto pak rëndësi kanë, rëndësishme është se Mendi me largimin nga drejtimi i partisë kësaj radhe, faktikisht e krijoi një standard të ri kulturë në politikën kosovare, se nuk ka ndodhur dikur që është në kalb zbres nga kali, as më tepër kjo pjesa veriore që kanë atë mendsinë siç thoshte kushtoste një lider politik i semajtës të kjo për doktor Berishën dhe këtë të i rapalë. Dhe këtu tek neve është kjo mëndësimi, po Mendi të futi një standard të ri dhe shqipe, ne jetë një bëjmë planifikime dhe afatgjate, mirë po është shumë kohë e shkurt për të përbush gjithë objektivat. Prandaj edhe për këtë kohë të shkurt ne duhet të planifikojmë gjithmonë realizimin e këtyre objektivave afatgjate. E tani ka një moment në proces politik dhe një jetë kur e merr vesh se nuk ke mundësi me dhanë më tepër. Dhe pastaj krijon hapësirën për me energji të reja, lidership të ri, angazhimin e njerëz me potencial të ri dhe ka ndryshuar dhe standardet drejtuese. Unë mendoj se Bedri Hamza shënon një vizion të ri dhe këta është kapitull 3 për PDK-n dhe është një konsolidim shumë serioz për zgjedhjet e ardhshme që na presin. Pra Bedri Hamza është një prej figurave profesionale që ka pasur akses në menaxhim ekonomik dhe institucional dhe gjithmonë kam thënë se vendi ka nevojë për një qeverisje serioze, jo më me këto improvizime ideologjike, revolucione me shamia kuqa, me propagandë, siç ka provuar kjo qeverisje, që prapë ishte mrekulli që erdhi dhe të paktën tani qytetarët kanë dy alternativa të qeverisë para vetit. Pra, unë mendoj se Bedri Hamza dhe PDK kanë nxjerrë kandidatin më kredibil për kryeministër, një njerëz që ka një bilanc real edhe në punë dhe nuk ka, sepse ka qenë guvernator, ka qenë ministër financa, pikërisht periudhën kur në Kosovë është asanuar komplet situata krijuar nga lufta dhe sot ka një transformim ku çdo kund e ka në shkrimin Bedri Hamza. Pra ky nuk është njeri i retorikave voshe. Është ndoshta një moment pas kritik dhe më i qelluar për ardhmën e tij për të bërë një ristrukturim dhe një rikthim drejt standardeve të qeverisë së mirë. Kurse në kontekstin e kësaj krizës aktuale, domethënë politike, por edhe financiare, mendoj se profili i Bedri Hamzës nuk është vetëm opsion politik, por është edhe në nivoj shtetëror. Prandaj edhe Partia Demokratike do të hyjë në këto zgjedhje jo më si një parti opozitare, por si një parti që ka pretendime përfitore dhe që ka një kandidat me kapacitete reale për me menaxhuar në veç vendin e procesin përpara. Unë doja të kuptoja nëse vërtet zgjedhja e Bedri Hamzës është një zhvendosje, po them edhe në imazhin dhe në komunikimin politik të Partisë Demokratike të Kosovës, nga se po përdor tani atë etiketimet siç i njihet PDK-ja, nga partia e luftës dhe e komandantëve, të partia e menaxherëve dhe e teknikëve, po them, administratorëve. Apo jam gabim? Kalimi nga partia e luftës dhe komandantëve
Ju e dini se të gjithë revolucionet kanë pësur për shkak se është cilësia e luftarit. Po. Modestia dhe toleranca ndaj gjithë dhe pastaj. Se gjithmonë fitimtari me mshëron edhe viktimin. Edhe një, imagjinon, ne kemi mshëruar edhe njerëzit që kanë bashkëpunuar me Serbi. Pse? Për mendu se ata vetë kanë me u abstrahu, kërkush që ka mohu të drejtën u zhvillu në aspekt shkencor, biznesor e tjera, mos e dëmtoj shtetin, mos e dëmtoj kauzat kombëtare, shkenarsimi, shëndetësia tjera, por jo me vratu në unë balë. Prandaj edhe pushtetet e pas revolucioneve, pas luftës në vendin tonë, gjithmonë i takojnë atyre që e ideun, e organizuar dhe bën atë revolucionat luftë dhe sollëngjëri. Dhe kjo është standard normal. Tani do të thoni ju, cila është udhëheqja, a shkatrur ata vendin 20 vjet? E po nëse vërtet ka qenë ndërtuar dhe ne e morëm për shkatrum, atëherë po pajtohen, me shumë e di që është rënori. Unë tani sot duket parë disa fotografi Prishtinës, parë fotografi Gjakovës, Pejës. Kjo është pa imagjinueshme ndryshimin kolosal, nuk shep më gjurmë, me shku në Bosnën, Kroacia, lake gjurmë luftës edhe rënoja. Këtu nuk shep. E pra është rezultati këtij kontingjenti, ti Bedri Hamzës, me një profil intelektuali, por që ka qenë pjesë edhe strukturave politike dhe ushtarake të kohës. Të gjithë kanë qenë të pjesë. Bile edhe membri ka qenë fëmijë i shkollës gjimnazit atje dhe kanë organizuar një del që nga do të flamojnë ushqeke me jemi me ty, drënicjen me ty stadion. Pra, nuk kemë të bojnë këtu. Qife, na kemë bojnë me kodin genetik të leadershipeve. Kemi këtë kod genetik që udhëheq sot Partia Demokratike, që udhëheq dorën zemra dhe Lidhja Demokratike dhe Aleancën edhe nismën. Dhe kemi bojnë me këtë kontingjentin, tu fillu me zotin Kurti, që është infiltruar, keni baton agjivën atje, keni në Tiranë, pyetme. To që po thamun në takon Kërmon. Në takimin e Brezovicës me Stanishiqin, që kanë pas disa personalitete të Kosovës, për Shqinjë, Surrojle, Vlakalli dhe tjerë që kanë qenë ato, ka marrë detyrë këta infiltruar Kurtin në lëvizjen studentore.